Kemi qenë qelës dhe do vazhdojmë të jemi qelës. Nga shkon Aleanca e Taravarit, aty ka sukses. Kështu tha Arben Taravari pas kuvendit të partisë. Ai bëri me dije se në zgjedhje lokale është në listën e këshilltarëve do të dalë vetëm, kurse për kryetar komunash do të shohin se ku kanë interes më shumë, me Vlenin apo në ndonjë parti tjetër. Ai po ashtu bëri me dije se kuvendi e ka autorizuar kryesin që të vazhdojë bisedimet me Vlenin. Kuvendi qendror praktikisht e angazhon Këshillin Drejtues, kryesinë e ngushtë të partisë, që të tenton edhe më tutje që më Vlenin të gjenë gjuhë përbashkët për dalë në zgjedhje së bashku, që është shumë e rëndësishme për ne, por nuk i hedhim edhe opsione tjera rezerve, që në qoftë se nuk mund gjenë gjuhë përbashkët. Për informacionet se Vleni ka bërë ofertë për 35% të komunave dhe 45% të listave, Taravari konfirmoi se është e vërtetë, por i intereson edhe ndarja e partive të tjera të koalicionit. Ato na e kanë dhënë këtë ofertë, do me thënë është dërguar gje në mes deputetëve. Ne nuk e dim ato si kanë ndajt mes veti, na intereson edhe të shohim si është ndarja, na intereson çfarë merr Besa, ku është alternativa, ku është LDA. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Ashtu sot ka zgjedhur nën kryetarin e partisë Idris Orana në vend të Bujare Abazit.